Alba del plotësisht nga vetja dhe situata shpërthen në një debat shumë të ashpër me Limin, duke e kthyer momentin në një nga përplasjet më të forta të ditës. Ajo nuk arrin më ta mbaj veten dhe reagimi i saj është i menjëhershëm, i fortë dhe i mbushur me nervozizëm. Alba ndihet e ofenduar, e ulur dhe e provokuar nga fjalët e Limës, sidomos nga mënyra se si ai e etiketon dhe e krahason me të tjerët. Në kulmin e nervozizmit, Alba e humb durimin dhe shpërthen duke i thënë Limës se nuk ka asnjë të drejtë t'i drejtohet asaj me etiketime apo fjalë përçmuese. Ajo e akuzon se flet pa menduar dhe se sillet sikur është mbi të tjerët, ndërsa në të vërtetë nuk respekton askën. Alba e quan sjelljen e tij provokuese dhe të ulët, duke e ofenduar dhe duke i thënë se po sillet si një djalë i papjekur dhe i paditur. Debati merr përmasa edhe më të mëdha kur Alba vazhdon ta sulmojë verbalisht Limën, duke i thënë se nuk pranon të quhet baxhell apo çfarëdo etikete tjetër që ai mundohet t'i vërë. Ajo shprehet se është vetvetja, me të mirat dhe të këqijat e saj, dhe se askush nuk ka të drejtë ta gjykojë apo ta krahasojë. Fjalët e saj janë të ashpra dhe të drejtë për drejta, duke treguar se nervat e saj janë në Limin. Limi përpiqet të mbajë qëndrim, por tensioni është tashmë shumë i lartë. Alba nuk ndalet, vazhdon të flasë me tone të forta dhe e akuzon atë se po kërkon vëmendje duke e provokuar qëllimisht. Ajo thotë se njerëz si ai vetëm dinë të ulin të tjerët për t'u ndier vetë më mirë dhe se kjo sjellje është e papranueshme brenda shtëpisë. Banorët përreth ndihen të tensionuar dhe disa prej tyre afrohen për të parë çfarë po ndodh, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë e më e rënë. Alba është dukshëm e acaruar, gjestet e saj janë të forta dhe zëri i saj dridhet nga nervat. Ajo i bën të qartë Limës se nuk do të tolerojë më asnjë provokim dhe se çdo kufi është kaluar. Debati vazhdon edhe për disa minuta, me Albën që e mbyll bisedën duke i thënë se nuk pranon të flasë më me dikë që e ofendon dhe e nënvlerëson. Ajo largohet e nervozuar, duke lënë pas një atmosferë të rënë dhe të mbushur me tension. Limi mbetet i habitur nga reagimi i saj, ndërsa banorët e tjerë komentojnë situatën, duke e kthyer këtë përplasje në një nga momentet më të forta dhe më të diskutuara të ditës brenda shtëpisë. Ky shpërthim emocional i Albës tregon se durimi i saj ka arritur në fund dhe se çdo fjalë e gabuar mund të ndezë një debat të madh, duke e bërë këtë përballje një nga skenat më dramatike të Premade.